Këm për një duar trokitje të fortë. Ju lutem të nderojmë himnin ton kombëtar. Të nderuar demokrate, i nderuar sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, i nderuar drejtues politik i Qarku Tiranë, zoti Belind Këlliçi, i nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj dhe njëkohësisht drejtues politik për Kavajën dhe Rogozhinën, zoti Fisnik Qosja, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Dega Kavaj, zoti Hysen Kadiu, i nderuar koordinator rajonal për Qarkun Tiranë, zoti Klevis Balliu. Jemi mbledhur sot në këtë aktiv të Partisë Demokratike për të prezantuar drejtuesin politik të Kavajës dhe Rogozhinës për zgjedhjet e ardhshme, zotin Fisnik Qosja. Në modelin e dy djemve të rinj, Fisnik Qosja si kandidat për kryetar bashkie dhe Hysen Kadiu si kryetar i Partisë Demokratike, fushata e fundit zgjedhore ishte ndër më të suksesshmet që Partia Demokratike ka zhvilluar në Kavaj. Ky fakt na bën besim plot për një rezultat akoma më të thellë për zgjedhjet e ardhshme. Ftojmë të mbaj fjalën e tij kryetarin e Partisë Demokratike Dega Kavaj, zotin Hysen Kadiu. Mirëmbrëma. I nderuar zoti Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. I nderuar zoti Këlliçi, drejtues politik për Tiranën. I nderuar zoti Balliu, drejtues rajonal për Tiranën. Të dashur antar dhe drejtues të strukturave të Partisë Demokratike Dega Kavaj. Mirë se erdhët në aktivin e familjes më të madhe kavajase, në aktivin e familjes Partisë Demokratike. Sot në ndan rreth gjysmë viti nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 dhe jam i bindur se shumica prej nesh kemi nisur fushatën që kohë më parë. E them këtë me bindje sepse njoh çdo njërin për jush dhe jam i sigurt që angazhimi ynë është i vazhdueshëm. Fushata për ne nuk ndalon kurrë. Në çdo moment, në çdo vend, në çdo hapësirë ku ka shifolës, është momenti për të folur dhe të bindur qytetarët të mbështesin Partinë Demokratike, të vetmen forcë që i ka prirë ndryshimeve të mëdha dhe përfaqëson interesin më të lartë, kombëtar dhe qytetar. Gjatë 34 viteve të ekzistencës së saj, Partia Demokratike ka pasur periudha të lavdishme dhe ka kaluar në përsprova të mëdha. Ka pasur shumë forca politike që janë krijuar me shumë zhurmë, por që janë zhdukur pa lënë gjurmë, ndërsa Partia Demokratike ka qëndruar e fortë, sepse ka mbështetje te parimet dhe historia e saj. Ne e dim se kush është forca jonë dhe çfarë na udhëzon dhe ku mbështetemi në momentet më të vështira tona. Për Degën tonë kjo histori ka shumë për të treguar. Gjatë periudhës së pluralizmit politik janë zhvilluar 20 procese zgjedhore, parlamentare dhe vendore.
Partia Demokratike ka fituar rreth 80% të zgjedhjeve në Kavaj. Kavaja ka pasur gjithmonë figura të njohura që e kanë përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe kjo ka qenë periudha më e artë e Partisë Demokratike, të cilët ne e kujtojmë me krenari. Por koha ecën dhe ne e dim që Partia Demokratike ka kaluar në periudha sfiduese. Sot kemi arritur të gjejmë veten, një parti e djathtë që beson në vlerat konservatore, në besimin në Zot, shenjtërinë e pronës, lirinë e tregut dhe vlerat e familjes tradicionale. Sot mund të themi me krenari që Partia Demokratike ka gjetur identitetin e saj. Pikërisht to vlera na udhëhoqën për të mbrojtur lirinë dhe mundësitë e barabarta për secilin individ, që janë themeli i së djathtës. Por e dim të gjithë se sot, në kushtet që jetojmë, nuk mund të flasim për mundësi të barabarta. Krimi organizuar, shitblerja e votës, përdorimi i burimeve administrative dhe shtetërore e bëjnë të pamundur zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në këto kushte të humbur do jenë gjithmonë qytetarët shqiptar. Megjithatë, në errësirën më të madhe, edhe një dritë e vogël është një shpresë. Fitoria jonë në Kavaj tregoi që betejë nuk është humbur. Por, nëse punojmë të gjithë së bashku, fitoria e vënuar është e mundur. Me punën tonë dhe besimin në Zot, fitoria do të bëhet realitet. Kavaja është e njohur në Shqipëri si një qytet me pikpamje konservatore. Dhe kjo është diçka për të cilën mund të jemi krenar. Sepse konservatorizmi është një shprehje e patriotizmit. Dhe ne kavajësit e duam vendin tonë, po aq sa besojmë tek njëri tjetri. Dhe kjo është një nga arsyet pse sot në krye të Bashkisë Kavaj ndodhet Fisnik Qosja dhe Partia Demokratike. Jam shumë i lumtur që sot ju prezantoj djalin e Kavajës, Fisnikun si drejtues ton politik. Për herë të parë, qyteti ynë ka si drejtues politik një djalë nga Kavaja, i cili ka dalë nga rradhët tona, është rritur me vlerat dhe angazhimin ton, dhe Zot vazhdon të përfaqësoj interesin e komunitetit ton si njëri prej nesh. Fisniku është një shembull i shkëlqyer i promovimit të figurave lokale dhe e vërteta është që ky model sjell rezultate të shkëlqyera. Falenderoj të gjithë anëtarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike Kavaj që me votën e tyre na udhëzuan dhe na mësuan se si fitohet. Për të mos humbur rrugën tonë duhet të kthehemi tek baza e demokratëve. Ata janë mësuesi dhe udhëzuesi më i mirë. Demokratët nuk gabojnë kurrë. Prandaj, primarit janë një aset i vyer i partisë sonë, të cilët duhet të funksionojnë në çdo rrethan. Demokratët bashkë janë më të mençur se gjithë ne. Zgjedhja i përket bazës sonë. Në vijim të aksionit politik, kërkesa që kemi për krijimin e një qeverie teknike do të garantonte zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është e drejtë e çdo qytetari dhe force politike. Dhe është një masë e nevojshme për të luftuar krimin dhe manipulimin zgjedhor që ka ndodhur në vitet e fundit në Shqipëri. Do të dëshiroj të shpreh dhe një mbështetje të plotë për nënkryetarin e grupit parlamentar, zotin Ervin Saljani, i cili në saj të forcës dhe kurajës për t'i dalë barë regjimit sot po kalon një periudhë të vështirë dhe përballet me dhunën dëshkuese dhe brutale atë të humbjes së lirisë. Njëkohësisht, në agjendën e opozitës duhet të angazhohemi më shumë për të denoncuar akuzat e padrejta dhe të motivuar politikisht ndaj liderit ton, profesor Dr. Sali Berishës. Këto sulme kanë një qëllim të vetëm, të heshtim dhe të izolojnë zërin e opozitës. Edi Rama, me gjithë mekanizmat e pushtetit që ka në dorë, po tenton të hesh zërin e opozitës, sepse e di që duke përjashtuar liderin e saj, mund të manipulojë dhe të fitojë zgjedhjen në tavolinë. Por ai duhet të kuptojë një herë për gjithmonë se koha e pazareve ka mbaruar, ashtu siç ka mbaruar dhe periudha e marrëveshjes të fshehta me mikun e tij. Të gjithë ne duhet të reagojmë më fuqishëm dhe më bashkarisht. Partia Demokratike duhet të angazhohet maksimalisht për të lobuar për këtë kauzë. Ata mund të mendojnë se mund të shtypin fjalën tonë, por besimi, vlera dhe fuqia e energjisë që kjo forcë e madhe politike përçon, apo asnjë pushtet apo mekanizëm nuk do të mund ta shuajë kurrë. Ju faleminderit.
Ftojmë të mbaj fjalën e tij koordinatorin rajonal për qarkun Tiranë, zotin Kleviz Balliu. Përshëndetje të nderuar miq, i nderuar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, i nderuar kryetari i Degës së Kavajës, zoti Kadiu, i nderuar zoti Belind Këlliqi, drejtues politik i Tiranës, i nderuar kryetar i Bashkisë Kavaj, drejtues politik i Kavajës dhe Rogozhinës, zoti Visnik Qosja. Në Kavaj, për gjithë secilin nga ne dhe për çdo demokrat në të gjithë Shqipërisë, është shembulli i fitores dhe është kënaqësi, nder dhe privilegj që ndodhemi sot mes jush. Siç tha dhe kryetari, opozita ka kaluar një moment vështirë sepse jemi përballur me kapjen e drejtësisë, jemi përballur me një pushtet kriminal, me një pushtet i cili ka për qëllim vjedhjen. Dhe nuk ka më mirë ku të bëhet diferenca sot se sa nga Tirana në Kavaj. Tek vija sot me zotin Këlliqi, pam koshat e plerave këtu ishin bosh, qyteti ishte i pastër, ndërkohë në Tiranë koshat janë plot, qyteti është zhul. Pse? Sepse këtu kryetar bashkie kemi një fisnik, ndërsa në Tiranë kemi një hajdut. Kryetari i Partisë Demokratike, lideri i opozitës Sali Berisha, është sot në mas arresti sepse denoncon vjedhjet e asaj bashkie që ndot Tiranën. Denoncon vjedhjet e asaj qeverie që ndot gjithë Shqipërinë. Dhe për shkak të këtyre dumandëve, të cilët sot në një institucion që quhet SPAK, po në fakt është SKAP, ata kanë vetëm një qëllim, të justifikojnë dhe t'japin licencë për të vjedhur zgjedhjet dhe për të vjedhur shqiptarët. Dhe për këtë arsye ato kanë dënuar liderin e opozitës. Për këtë arsye ata nisin procedime për të tjerë kryetar partie të opozitës. Për këtë arsye kanë arrestuar edhe të deleguarin në këtë zonë gjatë fitores huaj, zotin Ervin Saljani. Për këtë arsye ata kanë dënuar edhe kryetarin e partisë së dytë opozitare në vend, zotin Ilir Meta. Në këtë aspekt është e qartë që lufta jonë ka qenë përballë një institucioni kriminal që kishte për detyrë mbajtje në pushtet të Edi Ramës. Dhe për këtë na quanin anti-amerikan. Por Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjeti dumanët në Amerikë dhe i largoi. Dhe njësoj si u larguan dumanët e Sorosit në Amerikë, ashtu do të largohen dhe dumanët e Sorosit në Shqipëri. Nuk ka asnjë diskutim që së shpejti Partia Demokratike dhe demokratët do të rimarin në dorë fatet e vendit. Jo për interesin e njërit apo tjetrit, por fitoria e opozitës është sot interes kombëtar. Ndaj dhe njerë ju falenderoj për këtë pjesëmarrje masive dhe shpresdhënësve, jo vetëm për ne që jemi këtu, po për gjithë ata që na ndjekin. Së shpejti të bashkuar drejt fitores është radha jonë. Faleminderit. Regjimi i kalbur dhe i korruptuar i rilindjes faktohet shumë qartë me aferat e inceneratorëve dhe skandalin 5D në Bashkinë e Tiranës, i denoncuar nga deputeti dhe drejtuesi politik i qarkut Tiranë, zoti Belind Këlliqi, të cilin e ftojmë të mbajë fjalën e tij. Mirëmbrëma demokratë dhe demokratet Kavajës, kënaqësi, privilegj që jemi një bastion të Partisë Demokratike në mbi 3 dekada dhe jemi në të vetmen shpresë që nuk ka pushuar së rrezulluari ndriçim, kurajo, guxim me fitoren që keni marrë vitin e kaluar me Fisnik Qosa. Arsyeja pse e them këtë është se kam qenë dhe unë ngar si Fisniku. Kemi qenë pa vull, kemi qenë pa komisioner, kemi qenë pa vëzhgues, kemi qenë pa fonde, pa media, pa simbolet tona, pa emrin e kryetarit bashkisë, e kryetarit tonë partisë në fletën e votimit, dhe Kavaja ja doli të fitoi. Dhe Kavaja ta harroni se ka mundur atë kandidatin që kishit tu, por ju betejën në fakt e keni patur dhe me atë që e kisha unë Tiranë, e keni patur me vetë Erion Veliajin. Dhe jeni shembull për të marrë, shembull suksesi për gjithë Shqipërinë dhe gjithë demokratët. Dua ta nis me një falënderim për ju gjithë,
Me një falënderim në mënyrë të veçantë për kryetarin e Partisë Demokratike Dega Kavaj, Hussein Kadiun, kryetarin e Bashkisë Fisnik Qosen, Klevisin, e njihni të gjithë, koordinatorin rajonal Tiranës, zotin Flamur Noka, sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike. Një përshëndetje të përzemërt për Ervin Salianin, deleguarin tuaj politik vitin e kaluar, që sot ndodhet i izoluar nga regjimi, dhe pa diskutim në emër tuaj gjithëve të përshëndesim profesor doktor Sali Berishën nga Kavaja, kreun e partisë tonë. Në këtë sallë, në fakt, unë kam qenë para 9 vitesh si kandidat për kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Ka një arsye pse po e përmend këtë detaj. Shpeshherë keni dëgjuar kritika për Partinë Demokratike se pse nuk hapet ndaj të rinjve, pse nuk ka të rinj Partinë Demokratike, e pralla nga më të ndryshmet. Por para 9 vitesh, unë kam qenë në këtë sallë tu, dhe kemi qenë disa të rinj që jemi sot sërish tu. Unë kam qenë një ri që kandidoja për kreun e Forumit Rinor, në garë me mua ka qenë Ervin Saliani, e mbani mend shumë mirë, Hussein Kadiu dhe Fisnik Qosja kanë qenë me ne, Fisniku ka qenë atëre ish kryetar Forumi, merje me Forumin, Husseini ishte aktivisti Forumit, Flamur Noka ka qenë në debatin e Kavajës i deleguar në Mosgaboj në Kavaj, ka qenë këtu me ne, dhe ja ku jemi sërish sot. Zoti Noka, një senator i Forumit Rinor, i njihni gjithë demokratë e vjetër, e din që Flamuri e ka fillesat e tij i ka në Forumin Rinor të Partisë Demokratike, dhe është kjo organizatë që ka prodhuar një elit Partisë Demokratike në vite, dhe sot Hussein Kadiu, një iri, është kreu i kësaj force politike në Kavaj, Fisnik Qosja është kryetari i bashkisë, unë jam drejtues politik i Tiranës dhe Ervin Saliani për mua vijon të jetë deputet, është deputet i Partisë Demokratike dhe fituese dhe i bashkë me unë Kavaj. Dhe kjo është përgjigjja më e mirë e Partisë Demokratike për ata që kritikojnë Partinë Demokratike në raport me promovimin e të rinjve. Sot së bashku me mua është Klevisi, që për 35 javë me radhë para Bashkisë Tiranë proteston së bashku me mua Aleancën për Mbrojtjen për Teatrin kundër aferave më skandaloze korruptive që janë dëgjuar ndonjëherë në vendin tonë. 5D-s dhe incineratori Tiranë. Që t'ja kujtojmë shikuesve, atyre që na ndjekin demokratëve që janë këtu. Deri tani vetëm ne, vullnetarisht në Partinë Demokratike, kemi arritur të zbulojmë një aferë si incineratori Tiranës që ka kushtuar 132 milion euro, që është incineratori Tiranës, për cilin paguaj mende sot 80.000 euro merr në ditë një incinerator që nuk ekziston, dhe 30 milion euro dhe 3 leje ndërtimi që vlen rreth 100 milion euro me 5 dën që kishte ngritur Erion Veliaj është rast unikal në botë, vjedhjeje. Dhe ky hajdut sot vijon të kapet me thonjë pas karrige së kryebashkiakut, duke kërcënuar, duke bler media, duke bler portale, duke bler analist, duke paguar për të hedhur balë dhe linçuar këdo opozitar dhe këdo demokrat që sot denoncon aferat e qeverisjes po mbi gjithat Bashkisë Tiranë. Dashur miq, dashur demokrat, ju ja dolët ta mposhnit Erion Veliaj në vitin e kaluar këtu me një qëndresë historike dhe heroike nga Kavaja. Ne vijojmë të jemi në betejë në Tiranë dhe do vijojmë betejën edhe për ju, për gjithë banorët e qarkut Tiranë, derisa Bashkia e Tiranës t'i rikthehet qytetarëve, qeverisja lokale në Tiranë t'i rikthehet qytetarëve dhe pa diskutim pas Erion Veliajt radhën e ka Edi Rama, kreu i narkoshtetit parë në Europë, i cilësuar kështu jo nga ne, jo nga demokratët, por nga vetë mediat më të mëdha botërore, nga mediat amerikane, britanike, gjermane, franceze, belge, italiane dhe greke. Në 11 vite të drejtimit të Shqipërisë nga Edi Rama, Shqipëria është populluar, Kavaja është populluar, ju e dini mjaft mirë. Ju e keni prekur në çdo familje tuajën, me miqtë tuaj, kudo, me të afërmit, komshit, të gjithë e kanë nga një familjar apo të afërm të larguar në këto vite në emigrim. Nuk kanë hik nga qefi. Kanë hik se s'kan pas mundësi. Kanë hik se nuk e kanë dalë dot. Dhe kjo situatë nuk ka prekur vetëm Kavajën, nuk ka prekur vetëm qytetet në veri apo në jug të vendit apo fshatrat e thellë, ka prekur edhe Tiranën, ma besoni. Pjesë periferike Tiranës kanë filluar të boshatisen dhe në zonat
më të populluara të Tiranës, pjesa dërmuese e të rinjve kanë filluar të largohen. Pse nuk ja dalin dot të jetojnë në Tiranë. Sot Tirana është bërë e pajetueshme. Shqipëria është bërë e papërballueshme. Ndaj dhe po të keni dëgjuar fjalën e kryetarit tonë të partisë, doktor Berishës, çdo natë, aty nga ku ai flet për natë me qytetarët shqiptar, në një rast të paprecedent izolimi dhe burgosje politike për 318 ditë, ai vijon të jetë i izoluar, pa fakte, pa prova, pa akuzë, ai çdo natë vijon të flas për qytetarët shqiptar, për minimumin jetik, për rrogën minimale, për pensionet minimale, për rritjen ekonomike të Shqipërisë, për hapjen e vendeve të reja të punës, për investimet e huaja, në mënyrë që të mbajmë shqiptarët tu e të kemi mundësinë të rikthejmë një pjesë atyre që janë larguar në emigrim. Ndaj sot që ne flasim, Partia Demokratike mbetet e vetmja shpresë për Shqipërinë, e vetmja shpresë jo vetëm për demokratët, por për çdo qytetar të ndershëm, për çdo qytetar që ka vendosur të jetojë e të punojë në Shqipëri me dinjitet, me djersën e ballit. Unë ju jam shumë mirënjohës që këtë sallë sot e keni mbushur si asnjëherë më parë. Ka shumë zonja prezente. Ju falenderoj jashtëmase që jeni pjesë e këtij takimi. Mbi të gjitha ka shumë të ri, edhe ky është një lajm shumë i mirë. Po sigurisht të modele sjell edhe Fisniku, i cili sot prezantohet zyrtarisht si drejtues politik për Kavajën dhe Rogozhinën, duke i dhënë kështu një forcë dhe rëndësi të veçantë figurave politike lokale të suksesshme. Të gjithë ata që kanë padur ndonjë kritik, që kanë thënë, ore, prit more se vetëm Belindi vetëm Tiranës, si ja del dot, trimi mirë me shok shumë. Nga sot shtohet Fisnik Qosja, drejtues politik për Kavajën dhe Rogozhinën, dhe nga sot për herë të parë, qyteti juaj merr një peshë të shtuar politike me kreun e bashkisë, në krye të punëve të qytetit. Se i dini ju ku pikon çatia këtu, ku janë problemet këtu, e din Kavajësit si fitohet Kavaja, e din Kavajësit si arrihet në fitore. Dhe këtë nuk do vi t'ju japi mend askush, se e dini vetë më mirë se çdo kush tjetër. Ndaj, duke i uruar Fisnikut punë të mbar, edhe duke shpresuar një rezultat të jashtëzakonshëm për Kavajën dhe Rogozhinën në zgjedhjet e ardhshme, dua t'ju ftoj që në këto pak muaj që kanë mbetur para, të jeni të qartë që betejë jonë do të bëhet për t'i rikthyer Shqipërinë shqiptarëve dhe tashmë me një aleat të shtuar në krahun ton, pa diskutim, Presidentin Trump dhe qeverisjen e ardhshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ana e Partisë Republikane. Dashur miq, dita kur merreshin vendime kundër Partisë Demokratike, kur tentohet shuaj opozita në Shqipëri, ka marrë fund. Ma besoni që ai kundërshtar i përbashkët që kemi ne këtu si demokrat në Shqipëri, që quhet Fondacioni Shoqëria e Hapur i George Sorosit, i drejtuar nga Alex Sorosi, që ushtarin më besnik tij ka Erion Veliajn dhe Edi Ramën, është i njëjti kundërshtar politik dhe ideologjik i presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ndaj, arsyeja pse po e përmend këtë është për të kuptuar që ditë mira pritet të vijmë përpara për Partinë Demokratike, për demokratët, për Shqipërinë mbi të gjitha. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Mirënjohës për herë për besnikrinë që ndresën kontributin që jepni për Partinë Demokratike dhe shpresoj që të shihemi në aktivitetet tjera dhe të kurorëzojmë me fitoren 2025-ën. Fitore! Partia Demokratike e Shqipërisë është gjendur përballë sulmeve të vazhdueshme të narkoregjimit të Edi Ramës. Me procese gjyqësore të orkestruara, mbahet në arrest shtëpie lideri i opozitës zoti Sali Berisha. Por Partia Demokratike në këtë sfidë do të dalë më e fortë se kurrë. Ftojmë të mbaj fjalën e tij sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotin Flamur Noka. I nderuar zoti kryetar i Partisë Demokratike Dega Kavaj Hysén Kadiu, i nderuar zoti kryetari i Bashkisë Kavaj Fisnik Qosja, i nderuar zoti Këlliçi, drejtues politik i Tiranës, i nderuar zoti Balliu, koordinator rajonal i Tiranës, nderuara zonja, zotrinj, motra dhe vlezër, demokrat Kavajës, mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Dua t'ju sjell përshëndetjet e përzemërta për qytetin e zemrës Sali Berishës dhe për qytetarët e zemrës tij, Kavajën dhe Kavajasit,
Dua t'ju sjell këto përshëndetje nga kryetari i Partisë Demokratike, lideri historik i yni, Sali Berisha. Më porositi t'ju përcjell konsideratën e jashtëzakonshme dhe dashurinë e pafundme për demokratët e Kavajës, për qendrestarët e Kavajës, për popullin e Kavajës, të cilin ai nuk e ndan dot nga zemra e tij. Jeni ju që i keni dhënë besim Sali Berishës dhe Partisë Demokratike për 33 vite rresht. Ndaj mirënjohja e tij për ju është e madhe dhe po e kam unë nder dhe kënaqësi ta përcjell në emër të tij përpara jush dhe përpara gjithë popullit Kavajës. Ne jemi sot në këtë aktiv për të prezantuar drejtuesin politik të Kavajës dhe Rogozhinës. Në fakt e vërteta është që Kavaja e ka përcaktuar vetë drejtuesin e saj politik, sepse ju e keni zgjedhur me votën tuaj. Dhe Sali Berisha dhe Partia Demokratike nuk kanë bërë asgjë tjetër, vetëm kanë përkthyer vullnetin tuaj në letrat zyrtare tonat, duke ja sjellë për ta konfirmuar si drejtues politik djalin tuaj, të parin e bashkisë tuaj, të barabartin mes të barabartëve, fisnikun që edhe emrin e ka ashtu siç është vetë, pra fisnik Qosen, drejtues politik. Ne jemi në momente ku situata është bërë e vështirë, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë edhe në aspektin politik. Kemi një qeveri, kemi një regjim që për asnjë moment as ka menduar dhe as mendon për qytetarët e vendit vet. Kemi një regjim që nuk ka qeverisur asnjë moment shqiptarët, por kemi një regjim i cili e ka shpopulluar këtë vend dhe që projekton jo pushtet nëpërmjet votës, po pushtet nëpërmjet dhunës, pushtet nëpërmjet vjedhjes dhe pushtet nëpërmjet blerjes. Situata është e rëndë në të gjitha aspektet, por ama jemi në një moment sot që vendi po zihen. Jemi në një moment sot që qytetarët po zgjohen. Dhe është detyrë jona, detyrë e Partisë Demokratike dhe e Demokratëve të ecim dhe të prim këtij zgjimi qytetar, që të bëjmë të mundur ndryshimin që të gjithë e presin dhe të gjithë të kontribuojnë për të. Jemi sot në një moment shumë të rëndësishëm, edhe politik për ne. Jemi pak ditë nga fitoria e Partisë Republikane dhe e presidentit Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që është fitore në Shtetet Bashkuara të Amerikës për konservatorët është një fitore që përcjell një mesazh shprese tek shqiptarët dhe çdo demokrat dhe ideat në të gjithë Europën dhe në gjithë botën. Pse? Fitoria e Donald Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës shënon fundin e George Soros si armiku më i madh i Partisë Demokratike Shqiptare, armiku më i madh i Shqipërisë, si strategun që ka hartuar strategjinë e shpopullimit të Shqipërisë, si strategun që ka hartuar strategjinë e sulmit dhe rënimit të opozitës, si strategun e të keqes që ka pllakosur Shqipërinë në këto 11 vite. Jemi sot me një Edi Rama më të dobët se kurrë. Jemi sot me një Edi Rama të gjunjëzuar, sepse ai që e mbante, ai që e ushqente, ai që vendosi gjithë deep state-in në funksion të Edi Ramës dhe në funksion të luftës kundër Partisë Demokratike, sot politikisht nuk ekziston. Sot ai është zero politikisht. Dhe pushteti sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës është kundërshtari, siç e tha zoti Kliçi, kundërshtari i George Soros dhe armiku i deep state-it. Ne sot jemi më të sigurt në rrugtimin tonë, sepse askush nuk ka mundësi, as Edi Rama dhe askush tjetër, të organizojë komplote
kundër Partisë Demokratike si ato që kemi parë ne dhe kemi përjetuar ne në kurrizm në këto 3 vite. Nuk kemi sot, ne jemi sot të qetë, sepse nuk ka kush shans që të paguajmë me konigal kundër Partisë Demokratike dhe kundër leadershipit të saj. Ne jemi sot në një pozicion krejt tjetër, edhe në raport me politikën, por edhe në raport me shqiptarët, sepse ne sot rezistuam prej 3 vitesh dhe jemi ballhapur se kemi mbrojtur vlerat dhe parimet më të shenjta që ka shqiptari dhe shoqëria shqiptare. Kemi kaluar kalvar, dhimbjesh dhe vuajtjesh, sepse i pa shpirti, shpirt kazma, Edi Rama, me mbështetjen e George Soros, kërkonte që të zhbonte opozitën dhe pastaj të zhbonte Shqipërinë. Ne sot jemi në një pozitë krejt tjetër. Ne jemi në një pozitë shumë më të fortë dhe ne jemi në një ringritje të pandashme drejt pushtetit për të gjunjëzuar Edi Rama dhe regjimin e tij dhe për t'i dhënë shqiptarëve zgjedhje të lira dhe qeveri teknike. Sot Edi Rama po i humb alatët një nga një. E tha zoti Balliu, i vetmi alat që i ka ngjenur sot Edi Ramës është Dumani, sepse por edhe Dumani do të shmontohet, edhe skapistët do të shmontohen, sepse nuk janë ngritur, për të nuk funksionojnë mbi ligjin dhe mbi bazën e ligjit. Ata janë një organizatë kriminale që ka patur synim rënimin dhe shkatrimin e opozitës. Kur vjedh Erion Velia dhe Edi Rama, Dumani dhe Skapi i quan krime intelektuale të pajetueshme, ndërsa për t'ju vërsulur opozitës, për të burgosur linderin e opozitës pa provë, pa fakt dhe pa asnjë argument, ka guxim Dumani për të arrestuar ish presidentin, ish kryeministrin e vendit, ish kryetarin e kuvendit si një terrorist. Ka guxim Dumani, sepse këto nuk duan shumë intelektualizëm, ndërsa hetimi i hajdutrisë dhe i babzisë së regjimit do intelektualizëm për Dumanin. A i mendoni ju, vëllezër dhe motra, sikur lobimin me një mekonigal ta kishte bërë dikush prej nesh Partisë Demokratike. Dumani do ta quante tradhti kombëtare. Dumani do ta quante cënimin e rënd sigurisë publike dhe trendit demokratik. Dhe do ishte sot duke ngritur akuzën më të rëndë. Por kur e ngre Edi Rama, ushtari i Soros, ushtari tjetër i George Soros në drejtësi hesht. Pse po ik sot Dumani i prokurorisë speciale të Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sepse nuk ishte prokuror i drejtësisë, po ishte prokuror politik i George Soros, që kishte synim të luftonte vetëm Donald Trump. Ndaj, koha është t'i bëjmë thirrje edhe Dumanit të Soros në Shqipëri. Drejtësia nuk mund të ketë kurrë fytyrën tënde, se fytyra jote është fytyra e McGonigalit, se fytyra jote është fytyra e George Soros, se fytyra jote është fytyra e Edi Ramës. Ndaj ti kurrë nuk mund t'jesh as simbol i drejtësisë, as edhe përfaqësues i drejtësisë. Po, i drejtësisë Soros dhe i drejtësisë politike, po. Ndaj, miq, është koha të ngrihemi. Është koha që ne të jemi të gjithë në aksion. Është koha e mosbindjes civile si rruga e vetme për t'i dhënë Shqipërisë atë zgjidhje që shqiptarët presin. Për t'i dhënë Shqipërisë qeverinë teknike dhe votën e lirë. Të dashur miq, ne kemi sot në dorë që të sjellim drejtësinë. Ne kemi sot në dorë që të sjellim barazi para ligjit për çdo qytetar, dhe jo për hajdutët e qeverisë krime intelektuale dhe nda për opozitën burg. Ky buxhet që po përpiqet t'ju shes shqiptarëve Edi Rama si buxhet të suksesshëm, ky është buxheti i hajdutrisë, por do jetë buxheti i fundit i kësaj narkoqeverie. Sepse Edi Rama e ka destinuar si gjithmonë buxhetin për obortarët dhe oligarkët e tij
për stafin dhe klientelën e tij dhe asnjë moment në buxhetin e Edi Ramës nuk ka të pasqyruar hallet dhe problematika e qytetarëve të këtij vendi. Asnjë rritje pensionesh. Shikoni pensionistët me 8.000 lekë apo me 10.000 lekë mbjetojnë, ndërsa këta derrat e majmur të pushtetit nuk ngopen as me 80.000 euro në muaj. Ky është realiteti dhe kjo është kontradikta e madhe që ka krijuar në shoqërinë shqiptare Edi Rama dhe George Soros, sepse ata nuk kanë kurrë në mision të tyre marrëdhënie dhe marrëveshje me qytetarin. Dhe çdo qeveri demokratike ka një kontratë me qytetarin dhe kontrata është më jep votën të ta kthej atë në shërbime dhe në të mira materiale. Më jep taksën të ta kthej atë në shërbime dhe të mira materiale. Por jo, Edi Rama nuk e ka këtë. Edi Rama ka një projekt tjetër, shpopullimin e Shqipërisë. Sepse vetëm sundimtarët kanë projekte të tilla, ta shpopulloj që ta sundoj dhe të dominoj pastaj në këtë vend. Edi Rama votën e konsideron mall tregu, nuk e konsideron të shenjtë si e konsiderojmë ne. Ai mendon se vota do të shantazhohet me patronazhist dhe me kriminal ose të blihet me para. Ndaj buxheti i Edi Ramës kur nuk ka shkuar dhe nuk shkon te qytetarët. Ndaj e lën pensionistët në këtë gjendje. Ndaj lën mësuesit, arsimtarët në këtë gjendje. Ndaj lën mjekët në atë gjendje siç kanë dhe i sulmon her pas here për të mbuluar skandalet e paherpaseshme të shëndetësisë. Absolutisht po. Beketi, vetëm Beketi si që tha Tahiri, ka rrëmbyer 160 milion euro. Aq sa do ishin nevojshme për të rritë pensionet 20% në këtë vit qeveria. Por, ku është sot pensionistët? Janë pensionistë shqiptarë, janë më keq paguarit në Europë. Ja ku e kemi Kosovën, vëllezërit tanë atje. 20% e rrit në vit pensionet i rrit Albin Kurti. Pra, Albin Kurti rrit pensionet 20%, Edi Rama me një cinizëm të pa shpirt ekstrem 2 euro për t'i tallur pensionistët 2 euro. Prandaj ne duhet ngrihemi. Ne duhet ngrihemi dhe të shtojmë aksionin tonë. Ne duhet që të jemi çdo ditë në kontakt me qytetarët. Nuk mjafton vetëm retorika politike. Duhet patjetër kontakti me qytetarët. Duhet jemi çdo ditë. Duhet jemi çdo moment në komunikim me njerëzit, për t'i sqaruar, për të biseduar, për të bashkë biseduar me ta, për të trajtuar hallet e tyre dhe për t'ju dhënë alternativën e zgjidhjes. Ne duhet dalim nga burokracia. Duhet jemi kudo që janë njerëzit. Duhet jemi atje me qytetarët kudo që ata janë. Është e vetmja rrugë. Pakënaqësia sot është më e madhe se kurrë. Sot ndër qytetarët vlon zemrimi dhe urrëtia për këtë narkoqeveri. Por ne duhet jemi ata. Të bëhemi njësh me ta, që pastaj ata t'jenë me ne dhe të mundsojmë përmbysjen e madhe të këtij narkoregjimi. Nëse një orë, nëse një ditë, ne e kemi kaluar pa kontakt me qytetarin, i kemi bërë dëm kauzës tonë, i kemi bërë dëm Partisë Demokratike. Nëse një ditë, një orë, nuk kemi takuar një pensionist, një arsimtar, një mjek, një fermer, nuk kemi takuar të rinjt dhe nuk u kemi treguar atyre programin tonë, nuk kemi treguar atyre se si do të bëhet ky vend dhe pse do punojmë ne për ta bërë këtë vend. I kemi bërë dëm Partisë Demokratike dhe kauzës tonë, nëse ne nuk e bëjmë këtë. Ndaj çdo ditë që ne humbim kot pa kontaktuar qytetarët, pa bashkëbiseduar me to, çdo orë që ne e çojmë dëm është orë plus për pushtetin e narkobanditit Edi Rama. Asgjë sot më të rëndësishme nuk ka opozita dhe Partia Demokratike se sa çimentimi i këtij raporti
Parti Demokratike Qytetar. Ky është i vetmi shans që kemi për të ecur drejt qëllimit ton, drejt qeverisë teknike dhe drejt pushtetit për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Sepse ne duhet t'ju shtrim dorën. Ata e ndjejnë dhunën dhe terrorin e regjimit, por ata e ndjejnë edhe braktisjen që ju ka bërë regjimi, sepse janë 11 vite. Kanë nevojë për dorën tonë, kanë nevojë për çdo njërin prej nesh, që t'ju gjindemi, që të diskutojmë me ta dhe t'ju ngjallim shpresën dhe besimin. Askush tjetër përveç nesh nuk mund ta bëjë këtë. Dhe kjo nuk është detyrë, e kemi thënë vazhdimisht. Ky është mision për ne demokratët. Është mision jo thjesht për Partinë Demokratike, por është mision për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Është detyra jonë që t'ju prim qytetarëve, është detyra jonë që t'i zgjojmë, është detyra jonë që t'i nxisim, është detyra jonë që t'i shkundim, është pastaj detyra e detyrave që t'i frymëzojmë ata, që t'na ndjekin ne për të marrë në dorë fatet e vendit, është detyra jonë dhe asgjë tjetër. Partia Demokratike është e provuar ndër vite si parti e fjalës së mbajtur. Ajo është e provuar ndër vite si parti e punëve të mëdha, sepse gjitha transformimet e këtij vendi kanë një emër, Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Gjitha vjedhjet e mëdha të këtij vendi kanë një emër, Rilindje dhe Edi Rama. E pra ky është ndryshimi i madh, kjo është kontradikta e madhe dhe njerëzit e dinë, por njerëzve ne duhet t'ju prim, sepse nuk mund të pranojnë qytetarët që në Shqipëria të jetë vendi vetëm në Europë që nuk ka të sankcionuar me ligj minimum etik. Po pse? Sepse minimumi etik po të përcaktohet rroga bazë dhe të tjera, nuk i ulet shansi i vjedhjes Edi Ramës. I rritet detyrimi ndaj qytetarëve. Minimumi etik në programin ton është 200 euro. E kemi paraqitur në parlament. Do ta çojmë përsëri amendamente ditën e hënë dhe ditën e martë të buxhetit. Por premtimi ynë është minimumi etik do të jetë 200 euro. Nuk do ketë pension në 200 euro. Nuk do ketë rrogë minimale në 500 euro. Nuk do ketë rrogë optimale në 1200 euro. Se vetëm kështu, duke kthyer buxhetin tek qytetari, ne do të jemi në gjendje të ngjallim shpresën dhe besimin dhe ta bëjmë këtë vend. Jo si këta banditë që vjedhin. Jemi vetëm me një rrugë. Rruga jonë është të ecim me qytetarët, në krah qytetarët, për të konsoliduar forcën tonë politike dhe për të mundësuar pastaj pushtetin siç e meritojnë shqiptarët. Unë jam i bindur që Partia Demokratike, siç i ka realizuar të gjitha objektivat e saj, edhe këtë radhë do të realizojë këto objektiva. Qeverinë teknike dhe fitoren e zgjedhjeve për t'i dhënë Shqipërisë shpresën që meriton, edhe të ardhmen që meriton. Ju falenderoj dhe fitore. Bashkia Kavaj është shembulli që me përkushtim, punë dhe bashkëpunim arrihet drejt fitores. Ftoj të mbaj fjalën e tij kryetarin e bashkisë dhe drejtuesin politik të Kavajës dhe Rogozhinës për zgjedhjet e ardhshme, zotin Fisnik Qosja. Mirëmbrëma, të dashur demokrat Kavajës, themelues Partisë Demokratike, njerëz që keni dhënë kaq shumë kontribut për këtë qytet mrekullueshëm në Shqipëri. Mirënjohës dhe përulje për jetë përpara jush. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike Hysén Kadiu, koordinatori drejtuesi politik për qarkun Tiranë zoti Kulliçi, i nderuar koordinator zoti Kleviz Balliu, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, mik i qytetit, ka qenë herë i deleguar në Kavaj. Përshëndetjet për zemërta profesor doktor Sali Berishës, njeriu të cilit ka dhënë shpirtin dhe zemrën për Partinë Demokratike dhe një mirënjohje të veçantë për mikun ton që sot padrejtisht ndodhet në burgun e Fierit, mikun ton Ervin Saliani. Të dashur miqtë e mi, të dashur qytetarë të Kavajës. Më është besuar ky post,
ky pozicion drejtues politik për Kavajën dhe Rogozhinën. Në fakt, unë asnjëherë nuk jam shmangur përgjithësive, gjithmonë ato i kam mirëpritur dhe i kam bërë më së miri dhe aty ku unë kam qenë pjesë e përgjithësive, aty kam dalë fitues. Këtë e tregojnë faktet dhe provat. E kam mirëpritur ftesën që profesor doktor Sali Berisha dhe kryesia e Partisë Demokratike më ka bërë si drejtues politik dhe do vazhdoj angazhimin tim maksimal çdo ditë dhe çdo sekond që këtë gjë ta bëjmë realitet, që Kavaja si gjithmonë të jetë e para edhe këtë herë. Dhe unë i garantoj sot drejtuesit e Partisë Demokratike që Kavaja përsëri do të ngrej flamurin e fitores dhe do të ngrej flamurin e meritës që ky vend duhet shkojë. Kemi një vit e pak në qeverisin lokale dhe besoj kemi bërë gjëra shumë të mira. E kam thënë shpesh kur kam hyrë në Bashkinë e Kavajës, kam gjetur një gjendje mizerabël. Sot Partia Demokratike, se unë jam përfaqësues i Partisë Demokratike pa diskutim, por edhe qytetarët e Kavajës sot kanë mbi 20 projekte, të cilët nuk kisha asnjë kur isha unë, kanë mbi 20 projekte për lagjet e Kavajës, për rrugët e Kavajës, për stadiumin e Kavajës, për tregun e Kavajës, për rekonstruksionin e Pallatit të Kulturës të Kavajës, për rrugën e muzeut që shumë shpejt do të bëhet realitet, për parkun, për futbollin e kështu me radhë. Pra kemi disa projekte që gjithë secilin demokrat, gjithë secilin qytetar të Kavajës do ta bëj krenar, sepse unë në krye të Bashkisë Kavajës nuk kam marrë as personalisht, por kam marrë me mbështetjen e gjithë secilit për jush, kam marrë me mbështetjen e gjithë secilit qytetar Kavajë që besoj ke fisniku, po besoj ke Partia Demokratike, besoj ke vlerat njerëzore, ke vlerat qytetare, të cilat gjithë secili prej nesh i mbart më së miri këtu. Përpara kemi sfidën e madhe të zgjedhjeve 2025-s. Unë personalisht, unë s'kam rresht asnjë ditë, por vazhdoj akoma që takoj qytetarët Kavajës, takoj njerëz të thjesht, biznesmen, njerëz që kanë interesa, njerëz që e duan Kavajën dhe takoj njerëz të majt, takoj njerëz të djathtë, takoj njerëz që kanë qenë mërzitur dikur me Partinë Demokratike, takoj njerëz që sot janë me Partinë Demokratike dhe gjithë kanë të njëjtën shqetësim që qeveria po i glabron, qeveria po i hyn në hak dhe qeveria do të largohet një orë më parë nga kjo. Pra këtu bim në një pikë të përbashkët me të gjithë grupet e interesave, me të majt, me të djathtë, me qytetar. Kështu që ne, muj si drejtues politik, po gjithë secilit për ju, sepse unë shoh këtu në sallë që ka njerëz që kanë dhënë kontribut për Partinë Demokratike shumë më shumë se sa unë, dhe e njohin fushatën, e njohin votën edhe më mirë se sa unë, që gjithë secili prej nesh këtë kontribut, këtë angazhim që ka dhënë ndër vite, të ftojmë çdo qytetar, çdo njeri, çdo mik që kemi, çdo njeri ku kemi bërë ndere apo kemi trokit në dyert e tyre, të trokasim edhe një herë, sepse 2025 është viti i Partisë Demokratike, 2025 është viti i ndryshimeve. Unë jam në ballë të luftës, pa diskutim, unë do vritem i pari dhe gjithë tjerët janë mrapa, kështu që ne do të fitojmë me sezon, me pa diskutim. Dhe kur e themi ne në Kavaj që do fitojmë, pa diskutim që fitore bëhet realitet, sepse kavajësit kur nuk kanë zhgënjur Partinë Demokratike, kavajësit kur se kanë zhgënjur popullin dhe shqiptarët që e duan kaq shumë qytetin e tyre. Faleminderit shumë me zemër dhe ju jam mirënjohës. Fitore, fitore, fitore. Duke ju falenderuar të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj, miru takofshim në aktive të tjera të Partisë Demokratike.